Kjo është një Volkswagen Buggy. Nuk mund të themi që është një Volkswagen, vetëm shasia është marrë nga Volkswagen dhe çdo gjë është bërë manualisht. Ka një motor Volkswagen, ka një shasi Volkswagen dhe një famë të njohur ndërkombëtarisht që nga filmi që nxorri Bud Spencer dhe Terence Hill me një Puma. Do ta riparojmë motorin sepse është komplet i braktisur për shumë kohë, i ndryshkur. Shikoni pak çfarë gjendje është. Motori është në gjendje jashtëzakonisht shumë të keqe. Karburatori është i mbaruar, është i djegur nga acidi. Distributori e tjerë. Mos flasim për Pulegjën, rripi i fazës, rripi i Pulegjës e tjerë. Inoxin këtu mbrapa do ta heqim komplet. Do vendosim të vetën në llamarin. Sistemin kandelet, faza, do ta kthejmë këtë motor në gjendjen optimale, më të mirën të mundshme. Keni parë një riparues telefonash këtu dhe 26 vite që në kohën e lirë ta shfrytëzoj për bë duart kështu. Atëherë, jemi duke mes të punës, domethënë, me këtë bidlin që ka ardhur. Çfarë kemi zbuluar dhe çfarë kemi bërë tani? Kjo është makina në gjendjen më të keqe që kam parë tani tek aksesorët e jashtëm, jo nga ana motorike, se nga ana motorike duke parë kandela është mirë. Karburator, distributor. Çdo gjë është mungesë ka guxgoj. Shikoni pak çfarë zbulova, ha. Atëherë çfarë kishte mundësi të bëjmë sot? Hoqëm atenatorin, gjithë pjesët të motorit sipër, çka kemi zbuluar. Të bllokume, të dyja vrimat. Çfarë janë këto? Në mëngjes, këtu kalon gazi kur ti ndes makinën në fillim, kalon gazi tek manifoldi këtu, ku rri flek karburatori. Dhe ky ngrof rrit atmosferën e benzinës, pra ngrof. Shikoni pak këtu. Atë avën e benzinës që shkon dhe përgatit gati për plasje. Kjo ndodh, pra rregullon kondensimin, që mos krijohet ujëra, lagështirë e tjerë. Shikoni pak. Është të bllokuar komplet. Gjithsesi, çfarë do bëjmë dhe çfarë gjetëm? Kjo do hiqet, është në gjendje të mërësisht keqe. Vita fare don pa vita, ma ka zare ka. E shumë gjëra tjera. Puleggio do vendos të re, Puleggio Dinamo do vendos të re. Shikoni pak. Karburator në këtë lloj ndryshme, në këtë lloj gjendje, ka qenë ndryshkur, unë s'kam parë ndonjëherë. Distributori s'ka lidhje fare me motor 1.2. Shiko. Ka qenë gjendje punë vitin e kaluar, po pastrimin që i bëjnë me një lloj acidi motorësh, shiko çka ka bërë. Unë fati këtij zotërisë që unë kam distributor Porsche për 1.2, 1.3, që sa ket kur fatin dikush tjetër, këtu në Shqipëri pak ta ket. Fati këtij është që ja kam disponueshëm, nuk më hyn në punë për makinë tjetër. Do vendosim. Karburator, distributor. Shikoni pak. Dinamo. S'ka guzhë fare, as lart, as poshtë. Shko se lëviz. Ka krijuar vend këtu, e ka ngrënë gjithë pjesën këtu. Gati do kputesh. Sepse shikoni, është kputur. Pjesat i kanë vendosur dikush, nuk e dikush, një llamarin që mos lëvizi. Do heqim Puleggion, do rregullojmë guzhnjetat, ta liu këtu në Elbasan, guzhnjetat. A kemi çun Flori. Rebuild distributorit, distributor tjetër, karburator tjetër më fal, u bëra lëmsh, pompën e benzinës do masin komprimimin nda ndryshojmë, filtrin e tjerë, çdo lloj vite do ndryshohet, Sot fillova në pastrimin njerë, po me mërë në gjithë ditës pastrimin. Montoj këtë Porsche-t. Karburatorin ta kam bërë rebuild me të gjitha pjesët, pra çdo gjë mos preket më. Ripe gjitha këto gjanat të testatës i kemi të reja, jo si këto që kishe vënë
që janë pejet edhe hekur, jo tubulare. Manifoldi në këto kam lyer me 3-4 sprajtet mira dhe për pres thanë ato të disjeve që duron. Mora bori disjesh. Është alternatori që shko as zhurmë as gjë. Sigur është e re. Këtë për le gri, edhe këtë me bojë disjesh. Këtë zezë. Shko sa më mirë është pa bojë sepse i kështë vlu me i bojë sprajtet shpifur. Shko me reali, kështë më mirë se sa kartoni. Mos këtë redhje vaj. Akse që e visë pompën, një është përdojt në tjere lë kondicioni sipër, ma pak gasa, dhe do vendosë në vitat. Përdori mi që ishe komplet ndryshkur, kam përdori një lloj solucioni, mendoj shumë gabim në farmaciti, dhe ishe komplet e mërënat për jashtë, pra kisha shumë pak shpresa që ky do merrte ngjyrën e duhur. Çdo gjë u testua, me tret, shumë gjëra gabimin, jeta mërënda shumë gjëra ishin gabim mërënda, u kalibruan. Sa hapësirë kanë valvat. Kemi punë me valvat. Kemi punë me valvat. Bo. Hajde, mjeshër, hajde. Sa shumë tira janë. Ku shko me këto kjo më burë? Okej. Edhe këtë kam. Edhe maroj. Erdi koha të ndrojmë vajnë. Kemi kondicion poshtë të stadës, poshtë së të kartin falë. Kemi edhe këto nazat. Njëra është tubulare dhe tjeret janë të shtypëra. Kur mos ndrojmë vajnë pa patur një rezervë të re si kjo. Çfarë kemi bërë tani? Është vendosur dinamo e re. Çdo gjë është perfekte. Puleggio, koka Puleggios, rondelet aq sa duan. Pompa benzines në mënyrë perfekte, nuk është lyrë, është hequr komplet boja. Sepse këtu bie benzina gjithmonë nga ripet. Karburatori është në mënyrë perfekte. Do përdorim klamprat. Do i presim gjithë kablat e vjetra që janë, shikoni pak, është të merr në lloj forme. Do ta bëjmë si duhet. Kemi marrë kabla Castilli nga një varrez makinash. Mira, kjo lloj cope kundër zjarrit. Shikoni. Kështu që do vendosim bobinën këtu. Çoku, sonoloidi, të lidhet në bobinë, jo në lloj forme. Dhe rryma që vjen nga bateria jetë tel i veçantë. Distributoni është mirë perfekte. Pak nga pak, jemi drejt fundit.
Kjo dali ekstra, se ka pas makinat e vendosëm neve, me që ke vënë dinamo i alternator, dhe na duhet të gjejmë një vend fatikisht për ta vendosur këtu, ose ta kapim këtu përpara. Kjo është e rëndësishme për karikimin e baterisë. Është poshtë origjinal, e papërdorur, shkon me këtë. Dhe pak problem për sistemin gjithsesi. Komplet këto linjat i kemi bërë okay. Okej, dhe bobina u lidh. Shqeçuno. Vëm benzin tani. Edhe ta provojmë. Mbaruam, motori është okay, ndruam dhe vajin, por na doli problem. Sabaratori përpara ka rrjedhje aty tek tubi ku lidhet. Fillim nuk mund ta heqim sepse është rezin komplet. Le të pikoj, do të jetë 10 litra sipër, do bëj një xhiro. Është hera parë do bëj një makinë me xhiro me makinë që e kam bërë unë. Gjithmonë kanë qenë pronarë ato e kanë bërë xhiron e parë. Ta nes bëjmë një provë të timit. Derisa është në nxehtë, i dham një dorë më sprat temperaturë, që ishte për faqe zezë fatikisht. Kjo makinë rrinë durrës, ku korrozioni bën të vetëm. Kështu që për këtë ditë është mbrojtur. Sa një doli sprat temperaturë deri në 700 gradë. Edhe kjo çuna përfundoi. E targuam Volkswagen Club Albania. Tani vazhdojmë te projekti i radhës. Një T2 i ndryshkur, pas lloj pjese i radio televizionit shqiptar që shpresojmë ta ndezim.